Ish ambasadori Gjo Dioguardi dhuron bibliotekën personale për Muzeun Kombëtar të Prishtinës. Në një ceremoni plot emocione të mbajtur në Yonkers, në New York, me rastin e 85 vjetorit të lindjes së ish kongresistit Gjo Dioguardi dhe 75 vjetorit të bashkëshortës së tij Shirley, u shpall gjesti i jashtëzakonshëm dhurimi i bibliotekës personale të Dioguardit për bibliotekën dhe Muzeun Kombëtar të Prishtinës. Ky akt simbolik i mbështetur nga çifti Dioguardi është një testament i përkushtimit të tyre ndaj trashëgimisë shqiptare dhe një miqësie mes shqiptarëve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i detyruar i Kosovës, Albin Kurti, i pranishëm në këtë ngjarje vlerësoi rolin historik të çiftit Dioguardi në mbështetjen e çështjes shqiptare. Gjithçka duhet të kthehet aty ku ka origjinën, një muze të madh në Prishtinë që shqiptarët e rinj të njohin sakrificat e bëra nga populli shqiptar, deklaroi Gjo. Ai ndau një kujtim të vitit 1990 kur hyri fsherozi në zyrën e Slobodan Miloševićit, mori një fotografi me portretin e Titos Biko, një simbol i guximit të tij për të sfiduar shtypjen. Fjalët e babait Dioguardit, një arbresh nga Kalabria tingëllojnë si amanet: Gjo, ke një zë të fortë, ta janë njerëzit tanë, jepu zërin tënd. Ky zë tha Dioguardi mbetet i fortë, edhe sot bashkë me Shirley ata janë përkushtuar për ndërtuar ura të reja miqësie me SBA-s dhe shqiptarëve.